Tërmet në Greqi. Ja sa ishte magnituda që shkundi ishullin e Kretës. Instituti Gjeodinamik i Observatorit Kombëtar të Athinës raportoi se një tërmet me magnitudë 6.1 ball të shkallës Richter goditi ishullin e Kretës mëngjesin e sotëm. Tërmeti ndodhi në një thellësi prej 64.4 km rreth 19 km në jug të ishullit Kasos. Shërbimet e emergjencës së Greqisë lëshuan një paralajmërim paraprak për tsunami nëpërmjet sistemit të alarmit 112, duke i këshilluar banorët të largohen nga zonat bregdetare. Lëkundjet u ndjen deri në Izrael, Turqinë jugperëndimore dhe pjesës së Egjiptit. Greqia shtrihet në disa vija sismike dhe përjeton tërmete të shpeshta.